Allahu i lartësuar thot lilladhina ahsanu fi hadhihi dunya hasana. Për ata që kryejnë vepra të mira në këtë botë, do të ketë mirësi në këtë botë dhe mirësi në ahiret. Po cilat janë mirësitë e kësaj bote dhe cila është mirësia e ahiretit? Ata që janë besimtarë të mirë, që kryejnë vepra të mira, që u bëjnë mirë krijesave, ata do të kenë mirësi në këtë botë dhe mirësi në ahiret. Mirësitë e kësaj bote janë sparë njëherë kënaqësia dhe lumturia e zemrës. Allahu ka thënë në Kur'an: "Men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kush punon vepra të mira, qoftë mashkull apo femër, duke qenë besimtar, ne do t'ia mundsojmë të bëjë jetesë të mirë. Të bëjë jetë të mirë. Jeta e mirë ku përfshin një sparë lumturinë dhe kënaqësinë në zemër, prehjen dhe qetësinë që jep Allahu, të jetë një besimtar i mirë. Pastaj do t'ia shpërblej, domethënë për veprat e mira me shpërblimin më të mirë ditën e gjykimit, që do ta çojë në xhenet. Kështu që mirësia e ahiretit është hyrja në xhenet. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadith: "Laysa al-ghina an kathrati al-'arad wa innama al-ghina ghina an-nafs." Ka thënë lumturia dhe kënaqësia nuk është plaçka e shumt, por është kënaqësia dhe mjaftueshmëria në zemër, një të jetë i kënaqur me aq sa i ka, me aq sa i mjafton, të jetë i kënaqur në zemër. Kjo është, domethënë, ajo kënaqësia, lumturia. Profeti Allahu subhanahu wa taala ka thënë në Kur'an: "Kush i kthen shpinën këshillës time men arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka", do të bëjë jetë vështirë, mundimshme, mjerueshme. Wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma, në ditën e gjykimit ne do t'u bëjmë atë të verbër. Kështu do ketë vujtje dhe të këqija në këtë botë ai që ja kthen shpinën këshillës, që nuk pranon të vërtetë dhe nuk e zbaton atë, dhe do të ketë vujtje dhe dënim dhe në ahiret. Kurse ai që zbaton udhëzimet e Kur'anit dhe Sunetit e Profetit sallallahu alaihi wasallam, do të ketë mirësi në këtë dynjë dhe në ahiret. Prandaj ka thënë: "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Kush ndjek udhëzimin tim, thot Allahu i lartësuar, ai nuk do të devijojë nga rruga e drejtë dhe as nuk do të bëjë jetë mjerueshme. S'do ketë jetë vështirë, të keqe, të mjerueshme në këtë botë, s'do ketë vujtje në varr dhe s'do ketë mundim as në ahiret. Që përfshin të trija kjo, jetën e kësaj bote, jetën e varrit edhe jetën e ahiretit. Kështu që njerëzit e mirë do jenë në xhenet këtë botë, se do kenë prejë, qetësi, lumturi, kënaqësi këtë botë. Po do kenë edhe përmirësim jetese në këtë botë, do kenë edhe kënaqësi në jetën e varrit, do kenë edhe mirësinë e ditës së gjykimit. Të gjitha këto janë të trija këto, si i kanë shpjeguar dietarët, dhe njëri prej tyre dhe Ibn Qayyim, Allahu mëshiroft. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala përmirëson dhe jetesën, pra kush pranon Islamin, kush beson, do ketë jetesë mirë në këtë botë, do ndryshojë Allahu i lartësuar gjendjen. E treta do të jenë në xhenet, do ketë dhe mirësinë e xhenetit. Ndërkohë mirësitë e kësaj bote që përfshihen këtu është shneti, është jetesa e mirë, rreziku, bollëku, mjetet e jetesës, mëkëmbja muslimanëve në tokë. Mirësia e xhenetit, mirësitë e xhenetit janë shumëta dhe mirësia më e madhe në xhenet është shikimi tek Allahu subhanahu wa taala. Po këtu lind një pyetje. A është e vështirë që muslimanët vuajnë më shumë se sa kafirat? Se këtë koncept e kanë xahilat, po edhe kafirat e kanë, ngjojnë lajme që ka lufte, konflikte, vrasje në botën islame, varfëri, muslimanë refugjat që ikën nga bota islame drejt perëndimit. Edhe kanë konceptin që njerëzit që vuajnë më shumë këtë botë janë muslimanët. Kjo nuk është e vërtetë. S'është e vërtetë. Nëse ka muslimanë që vuajnë, ka kafira që vuajnë edhe më shumë. Ka muslimanë që janë kushte luksoze, ka edhe kafira që janë kushte luksoze. Ka muslimanë që kanë vështirësi ekonomike, ka kafira që kanë vështirësi ekonomike dhe jetojnë në varfëri të tejskajshme. Nëse ka muslimanë që kanë smundje trupore, ka kafira që kanë smundje trupore njësoj si muslimanët, madje edhe maronët.
Ka muslimanë që kanë turbullire dhe strese, probleme shpirtërore. Këto kafirat i kanë më shumë, nuk diskutohet. Nëse ka luftra e konflikte në botën islame, po të marrim, po të marrim, 2 shekuj të fundit, ata që vrarë nga qafirat janë shumë më tepër. Lufta e parë dhe dytë botërore kryesisht ka korcin qafirat, po nuk janë 1 milion vrarë. Se këta kur flasin të qafirat për drejtat e njerëzit e për paqen, mendojnë që mas revolucionit francez, të hap siguria, paqja në botë e gjithë lumturia. Kurse këta fetarët kanë vrarë, kanë bërë kredin thot para revolucionit të francez. Kjo është gënjeshtër. Sa kanë vrarë këta mas revolucionit francez, me miliona njerëz, qindra miliona janë vrarë. Ndoshta po të numëroshin vrarë që nga koha e Ademit deri para revolucionit francez do dalin më pak se sa kanë vrarë këta pas revolucionit francez deri më sot. Dhe vazhdojnë të vrasin. Dhe kryesisht të vrarët janë nga radhat e kafirëve. Nuk e mohojmë që ka luftra, ka vrasje dhe në botën islame, kanë bërë sebeb Allahu dhe shpëtojnë. Kështu që krimet e komunizmi më shumë kanë vujt për ti vendet jo islame. Në Evropën lindore, dhe në Bashkimin Sovjetik, dhe në Kinë, e kështu me radhë. Lufta e parë dhe dytë botërore, po dhe luftrat që janë sot. Po mirë, pra ne thamë e faktuam me fjalë që nuk është e vërtetë kjo që vuajnë më shumë muslimanët, domethënë si nga kushtet e jetesës, si nga smundjet, si nga luftrat. Nëse kanë muslimin tekunu ta'lamun, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, ka thënë Allahu në Kur'an, nëse ju vuani, nëse ju keni dhimbje, edhe kafirat kanë vujtje dhe kanë dhimbje sikur se keni ju. Po hadithi profetit sallallahu alaihi wasallam ku thotë ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Kjo botë, dynjoja, thotë profeti sallallahu alaihi wasallam, është burgu i besimtarit dhe xheneti i kafirit. A nuk do thotë kjo që do vujë më shumë muslimanë në këtë botë, do jetojë më keq muslimanë në këtë botë? Nuk ka këtë kuptim hadithi. Kush e ka kuptuar kështu, e ka përfituar gabim. Nuk ka këtë kuptim. Hadithi shpjegohet në këtë mënyrë. Spari, muslimanët duke qenë se kufizojnë veten, frenojnë veten nga epshet e ndaluara. Ka gjëra ndaluara. Dhe do kryejnë dhe ibadetet që kanë një farë vështirësi, për shembull të lash gjumin tani kohën e sabahut, fashën e sabahut, nuk është shumë vështirë, por ka një farë vështirësie. Në këtë kuptim janë në burg. Kurse në ahiret çlirohen nga këto kufizime, do jenë në xhenet, ku do kenë kënaqësi dhe ibadetin atje tesbihu do ta kenë natyrë si frymarrja. S'do kenë vështirësi, edhe do kenë lumturi, do kenë gjitha të mirat, do i plotësojnë gjitha dëshirat në xhenet. Ndërsa kafirat, duke qenë se nuk e kufizojnë veten nga gjunahet, e plotësojnë dëshirën, e plotësojnë haram, dhe nuk i kryejnë detyrat, nuk kryejnë detyra fetare, nuk bëjnë ibadetet. Në këtë kuptim, ata janë në xhenet, krahasuar me zjarrin e xhehenemit, ku do të vuajnë përgjithmonë. Përveç kësaj, besimtari i shijon të mirat në halal, plotëson dëshirat në halal. Dhe duke plotësuar dëshirat besimtarit në halal, do jap kënaqësi plotësimi dëshirave shumë më tepër se kënaqësia që do ketë këtë botë kafiri duke plotësuar dëshirat në haram në mënyrë të paligjshme. Kjo është një aspekt. Aspekti i dytë. Kjo dynjë është burg për besimtarin, po ta krahasojmë me mirësitë që do kenë xhenet. Pasi ato janë vazhdueshme, janë më cilësore, janë më të mira. Dhe kjo dynjë për kafirin është xhenet, po të krahasohet me dënimin dhe vujtjen që ai do të ketë në zjarrin e xhehenemit. Pasi kjo dynjë ai ka sa mirësi. Vërtet ka vujtje edhe do vujë vdekje, do ketë dhimbje, do ketë smundje kafirin në këtë botë. Po ka edhe sa mirësi, sa kënaqësi që ja fal Allahu në këtë botë. Ndërsa në ahiret do ketë vetëm vujtje, vetëm dënim zjarrin e xhehenemit. Kështu që vërtet ajo në xhenet këtë botë po të krahasohet me dënimin që do ketë zjarrin e xhehenemit. Këto janë dy kuptimet që i kanë dhënë dietarët këtij hadithi, si Imam an-Nawawi dhe të tjerë. Kështu që
ai koncept nuk është i vërtet. Përmendet se Ibn Hajar al-Asqalani, Allahu mëshiroft, një ditë sa ai ka qenë kryegjykatësi i Egjiptit. Ibn Hajar al-Asqalani është shpjeguesi i Sahih al-Bukharit, domethënë ka bërë librin e famshëm, të njohur Fathul Bari, po dhe shumë libra të tjera, që nga dietarët më të mëdhenj të historisë islame. Po kalonte në një kortezh shërbëtore, njerëz, ishte kryegjykatësi i Egjiptit, atëherë kryegjykatësi kishte në dorë domethënë edhe sistemin e drejtësisë, po edhe sistemin ekonomik, edhe domethënë si kryeministri në kohën tonë dhe si kryegjykatësi në kohën tonë. Ndërsa halifja kishte çështjet e ekzekutivit dhe të zbatimit, domethënë edhe ushtrinë, policinë kështu me radhë. Edhe po kalonte në treg, edhe i doli përpara një çifut, që ishte vesh me rroba të rreskosura, ishte rrobat i kishte të lyera me vaj sepse shiste vaj të nxehtë. Edhe i doli përpara, e kapi për freni mushkën e Ibn Hajarit, edhe i tha: "O dietar i Islamit, profeti juaj ka thënë që dynjoja është burgu besimtarit dhe xheneti kafirit. Tani më trego, më shpjego. Në çfarë burgu je ti? Në çfarë xheneti jam unë?" Se ky ishte çifut. I tha: "Gjendja ku jam unë këtë botë, po të krahasohet me vendin tim xhenet, ku shpresoj që të shkoj, është burg për mua. Dhe atje do gjej më mirë. Ndërsa për ty, kjo botë është xhenet. Po të krahasohet me vendin ku do shkon në zjarrin e xhehenemit, nëse nuk do pranosh Islamin, se atje do vuj më shumë qafiri." Dhe përmendet se ky çifut ka pranuar Islamin. Këtë tregim e ka përmendur El Menawi në Faidhul Qadir, që është shpjegimi i librit Jami'u as-Saghir, një libër domethënë i mbledhur nga Hafidh as-Suyuti në fushën e hadithit. Pra nuk është i vërtet ky koncept. S'ka mundësi që njeriu të bëhet besimtar i mirë dhe të mos gjejë mirësinë edhe në këtë botë. Lumturi dhe qetësi që s'degen kafirat, ose përmirësim jetese. Dhe nuk është e vërtetë që po të mos kishte pranuar Islamin, do bënte jetesë më të mirë. Pse ka kafira që vuajnë nga jetesa, bëjnë dy turne pune, prapë s'po ja dalin dot. Kanë shumë probleme. Prandaj janë ajete e Kuranit, të cilat premtojnë mirësi për ata që pranojnë Islamin, për ata që zbatojnë Islamin. Këtu do ta kemi parasysh se ka dhe muslimanë që kanë kuptuar domethënë ato ajete dhe hadithe që flasin për vujtjet e sprovat, dhe mund t'i thonë njeriu që ka pranuar Islamin do vush, ta dish. Dash pranojnë, dash mos e pranon. Kjo nuk është e vërtetë. Ky lloj ligjërimi është i gabuar. Do kesh mirësi. Po nëse njeriu pranon Islamin, edhe i bie sprovë, themi kjo është provë nga Allahu, duhet durosh që të arrish problemin e durimit. Dhe tjetri themi ku e ditë nëse do vazhdoj si kafir nuk do të kishte vujtje më shumë se kaq. Falënderoj Allahun se ka dhe më keq. Dhe nuk ka njeri në botë që i bie një sprovë vetëm se do shoh që ka të tjerë që kanë matron. I bie një smuni, ka të tjerë që kanë matron. Allahu shpëlimet të mira, Allahu rujt, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.